Mjeku çudit botën. Hurmat shërojnë këto sëmundje. Ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Hurmat janë një nga frutat më të preferuar të kësaj stine dhe një hurm mesatar peshon rreth 170 gram, ofron rreth 118 kalori dhe gjithashtu edhe 6 gram fiber. Është një burim shumë i mirë i antioksidantëve që përmbajnë substanca të dobishme, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti dhe gjithashtu rëndësinë e madhe ushqyese që ai do të ofrojë për organizmin tuaj. Hurmat janë të pasur me antioksidant, të cilët janë shumë të vlefshëm për organizmin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hurmat janë të pasur me fitokimikate të tilla si katehina, gjithashtu edhe acide të ndryshme, të cilat kanë veti të mira anti-inflamatore dhe mbrojnë shëndetin tuaj kundër radikaleve të lira. Hurmat kanë shumë pasuri të lartë të vitaminave. Ato përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe disa komplekse të vitaminës B të tilla si vitamina B6, vitamina B9, të cilat janë mjaft të rëndësishme edhe për metabolizmin. Hurmat janë të pasura me minerale të larta në mbrojtjen e organizmit. Hurmat janë gjithashtu të pasur me minerale të tilla si kaliumi, magnezi, mangani dhe fosfori, që janë thelbësore për funksionet e duhura të trupit, dhe mbi të gjitha do t'japin efektet e tyre pozitive në shëndetin tuaj. Efektet janë gjithashtu pozitive në shëndet duke filluar që nga shëndeti i syve. Flavonoidet si zeakanthina dhe luteina ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga dëmtimet e dritës që neutralizohen nga radikalet e lira duke kontribuar në parandalimin e perdeve dhe degenerimin makular. Hurmat janë të mira edhe kundër problemit të radikaleve të lira në shëndetin tuaj. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të veprojë pozitivisht edhe kundër këtyre shqetësimeve. Antioksidantët e hurmat do të veprojnë si një mbrojtës efektiv ndaj radikaleve të lira, duke reduktuar rrezikun e problemeve kronike. Përfshirja e hurmave me far ose kaki në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do t'i japin shëndetit tuaj një mbrojtje, sidomos edhe kur keni ekspozim ndaj ekranit digjital ose pajisjeve të tjera elektronike. Konsumi i hurmave në dietën tuaj në mënyrë të rregullt sigurisht që do të kthehet në një aleat të çmuar për mbrojtjen e shëndetit. Hurmat konsiderohen si fruti më i mirë i kësaj stine, por është mirë të dini disa prej vetive kryesore të tyre dhe përfitimet që do t'i ofrojë shëndeti. Ato cilësohen gjithashtu si pema e paqes dhe gjithashtu japin efekte pozitive për mbrojtjen e organizmit. Disa prej më të rëndësishmeve do t'i gjeni në këtë video. Hurmat ndihmojnë me tretjen e lehtë gjithashtu edhe kundër problemeve të jashtëqitjes. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira relaksative që ndihmojnë me jashtëqitjen edhe për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave që ato i kanë mjaft të larmishme, por nëse konsumohen të papjekura, pra të paarrira, ato mund të dëmtojnë këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë një recetë efektive edhe në trajtimet e problemeve të konstipacionit. Ndaj konsumi i tyre duhet të jetë i plotë dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Hurmat janë një frut shumë i mirë, të cilat do të forcojnë edhe do të sigurojnë më shumë energji për organizmin. Hurmat janë të pasura kryesisht me vitaminën C, e cila njihet për vetitë e saj mbrojtëse, sidomos për anën tuaj të imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqerit, vitaminave, të cilat janë të nevojshme për përfitimet e organizmit. Hurmat janë një frut shumë i mirë edhe kundër problemeve të anemisë. Në fakt, ekspertët tregojnë se ato janë të pasura me hekur që stimulojnë gjithashtu edhe hemoglobinën tuaj për një përfitim më të mirë. Hurmat janë të mira kundër lodhjes, stresit dhe gjithashtu edhe problemeve kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë aftësi pozitive të përmirësojnë gjithashtu lodhjen dhe stresin fizik dhe psikologjik. Rrjedhimisht,
Si pasojë e efekteve të tilla pozitive, hurmat mendohet se ndihmojnë në përmirësimin e imunitetit tuaj edhe në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Përfshirja e rregullt e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në betejën tuaj kundër luhatjeve të stresit, i cili nëse lihet për një kohë të gjatë pa u trajtuar, sigurisht që do të ndikojë negativisht edhe për çështjet tuaja imunitare, citon Elthisaj. Konsumi i hurmave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të bëjë ndryshime pozitive në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni t'i konsumoni ato në mënyrë të rregullt dhe gjithmonë pa e tepruar. Hurmat janë një nga frutat më të çmuar për shëndetin e përgjithshëm. Ato cilësohen si rritës të mirë të energjisë dhe gjithashtu do të parandalojnë edhe komplikacionet e tyre. Hurmat ndër të tjera përmbajnë më shumë se rreth 80% të energjisë, por gjithashtu ato përmbajnë edhe vitaminën A, vitaminën C, kripra minerale të tilla si potasiumi, kaliumi, magnezi e të tjera. Dhe përfshirja e tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të çmuar për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hurmat janë një frut shumë i mirë për sistemin tuaj imunitar, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do të cilësohet edhe si një nga mënyrat më të mira mbrojtëse kundër komplikacioneve. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, hurmat do të ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në rritjen e sistemit tuaj imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet shumë më mirë nga bakteriet. Ato përmirësojnë tretjen dhe gjithashtu largojnë lodhjen e tepërt të trupit. Hurmat ndihmojnë me tretjen dhe luftojnë lodhjen. Janë në fakt një zgjidhje shumë e mirë nëse përballeni me shqetësime që lidhen me aparatin tretës dhe atë të zorrëve. Ndaj janë të mira për efektet e tyre laksative, pastruese dhe falë përmbajtjes së lartë të fibrave, nëse konsumohen në mënyrë të rregullt do të kthehen në një aleat të vërtet për mbrojtjen e shëndetit kundër këtyre komplikacioneve. Hurmat kanë efekte të pasura diuretike, të cilat do të lejojnë një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tij. Ndër të tjera, hurmat kanë aftësi pastruese diuretike, kjo për shkak të përmbajtjes së lartë të kaliumit. Nëse vuani prej kohësh nga stresi, hurmat do të jenë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen dhe gjithashtu edhe humbjen e oreksit. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj siç duhet, mund t'i japin rezultate fantastike në rritjen e shëndetit tuaj. Hurmat janë një produkt shumë i mirë edhe për absorbimin e hekurit, dhe konsumi i tyre brenda normës do të jetë një nxitje shumë e mirë për shëndetin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Përfshirja e hurmave duke konsumuar deri në 3 kokra në ditë janë mëse të mjaftueshme për të përmirësuar imunitetin dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e stinës. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale dhe ndaj duhet ta konsumoni atë gjithmonë brenda normës së lejuar. Njerëzit në Azi e kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite dhe duket si një domate. Hurma kaki është e pasur gjithashtu me vitaminën A, me vitaminën C, gjithashtu ajo përmban edhe minerale të ndryshme si hekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim shumë i mirë i fibrave dhe antioksidantëve që mund të ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar. Për afërsisht 100 gram të këtij fruti do të gjeni rreth 70 kalori. Mund të hahen të freskëta, të thata, gjithashtu edhe të gatuara. Nëse konsumoni të gjithë frutin do t'i ishte më e këshillueshme të qëndroni larg edhe nga lëkura e tyre, sepse mund të përmbajë një nivel më të lartë të taninës. Ky përbërës mund të ngadalësojë përthithjen e hekurit, gjithashtu edhe të elementëve të tjerë mjaft të dobishëm për organizmin. Sidomos te hurmat e papjekura, ajo mund të jetë ana e tyre më e madhe negative. Mos e konsumoni asesi me stomakun bosh, pasi mund të rrisë rrezikun e diarres. Do të ishte më mirë të hani atë pas një vakti. Një ide e mirë është të largoni të gjithë lëkurën e frutit, ta coptëzoni dhe ta vendosni në kos. Në këtë mënyrë do të evitoni edhe konsumin e bërthamave të cilat mund të dëmtojnë edhe dhëmbët. Kështu do të merrni përfitimet e tyre më të mira në mbrojtjen e organizmit, citojnë ekspertët e Elthisaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.